Gjeneta Fetahu reagon pas u akuzua për ndjekës të blerë. Nëse e gjen një, do ta fal gjithë Instagramin. Modelja dhe influencuesja Gjeneta Fetahu ka reaguar pa dorashka ndaj një komenti të lënë nga një ndjekëse në rrjetet sociale, e cila akuzoi se kishte blerë ndjekës në Instagram. Sa ndjekës i ke blerë, ishte komenti provokues që i është lënë në një nga postimet e saj, duke ngjallur menjëherë reagimin e Gjenetës. Pa hezitim, ajo u përgjigj publikisht: "Nëse e gjen vetëm një që e kam blerë, ka me ta fal krejt Instagramin tim." Kjo deklarate prerë dhe drejtpërdrejt e modeles është parë si një premtim ironik por i sigurt nga ana e saj, duke lënë të kuptohet se numri i madh i ndjekësve të saj është i arritur natyrshëm dhe pa manipulime. Reagimi i saj ka marrë mbështetje nga shumë ndjekës, të cilët e kanë përgëzuar për mënyrën e sinqertë dhe të drejtpërdrejtë me të cilën përballoi komentet negative. Nuk është hera e parë që Gjeneta përballet me kritika apo dyshime në rrjetet sociale, por me sa duket, nuk nguron të mbrojë veten dhe imazhin e saj publik sa herë është e nevojshme. Krahas kësaj, Bukuroshja ka sfiduar veten edhe në aktrim, ku po vazhdon me xhirimet e serialit të ri. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.